në këtë sferë, për të cilën ne flasim, për atë të themi komponentën e butë të ndërtimit të shtetit, ka mungu plotësisht do të kisha thënë angazhime dhe përpjekje e shtetit, edhe instrumenteve shtetërore, qoftë edhe në formë të përkrahjes, në qoftë se nuk kanë pas kapacitetet të themi për të angazhu, kanë mund s'paku të përkrahin këto iniciative, mirë po kjo nuk ka ndodhur. Dhe ne kemi pas baticat e zbatica në këto paraqitje fenomene shoqërore, mirë po unë kam shpresu sinqerisht, duke filluar nga vitet 90 kur kam filluar angazhimin tim në këtë sferë, në sferën shoqërore dhe them, kam shpresu se me kalimin e kohës, gjenerat e reja do fillojnë të praktikojnë një diskurs të ri, një mendësi e re, do të ndërtohet, mirë po kjo nuk ndodh. Dhe tani shohim se ndoshta jemi në një pikë më të ulët që në këto, ndoshta jo 30 vite, po në këtë periudhë 2 dekadash, të marrim marrëveshjen Ohri si një pikë